Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Shqipëria është renditur e para në botë në National Cyber Security Index me 98.33 duke e cilësuar rezultatin si një sukses historik në fushën e sigurisë kibernetike. Në një reagim të gjatë, Rama e lidh këtë arritje me sulmin kibernetik të korrikut 2022, kur infrastruktura digjitale shqiptare u godit nga një sulm i atribuar regjimit iranian. Sipas Ramës, pas sulmit, Shqipëria nisi ndërtimin e një arkitekture të re të mbrojtjes kibernetike dhe forcimin e kapaciteteve profesionale. Ai thekson se vendi u ngjit nga vendi i 54 në vitin 2023 në vendin e 15 në vitin 2025, përpara se të arrinte sot në krye të klasifikimit botror. Lajmi i pabesueshëm, por 100% i vërtet nga një sulm brutal tek vendi i parë në botë. Bekimi i teknologjisë digjitale për vendet në zhvillim është i jashtëzakonshëm, sepse kur vjen puna tek teknologjia e re, nuk ka më vende të mëdha të vogla të zhvilluara apo në zhvillim. Pse ka rëndësi kjo hyrje sot? Sepse sot kemi marrë një lajm spektakolar që lidhet pikërisht me teknologjinë dhe që askush nuk do ta imagjinonte dot deri jo më shumë vite më parë. Me 15 korrik 2022, kur regjimi kriminal i Teheranit ndërmori sulmin e paprecedent kundër infrastrukturës sonë digjitale, synimi ishte sa i qartë aq edhe i egër, të gjunjëzonte një shtet të vogël demokratik që kishte guxuar t'u jepte stre atyre që ai regjimi përndjek dhe i vret, njësoj si Shqipëria u dha stre hebrejve apo edhe italianëve gjatë luftës së dytë botërore, vëllezërve e motrave të Kosovës gjatë spasrimit teknik të regjimit të Beogradit, apo mira afganëve pas rënies së Kabulit në duart e barbarëve pa Dinejman të Afganistanit. Ai sulm mund të na kishte kthyer mbrapa në epokën e sporteleve dhe rrallëve të pafundme, duke na hedhur në lum qindra miliona euro të investuara ndër vite në Shqipërinë digjitale, sepse mbrojtja jonë kibernetike ishte ende dobët, por edhe fal partnerëve tanë rezistuam dhe nuk na gjunjëzuan. Përkundrazi, ai sulm u bë piknisja një kthese epokale. Vendosëm të ndërtonim një mur të atill mbrojtës për shtetin digital të Shqipërisë, që t'ishte e pamundur të shëmbeshin me një sulm të ngjashëm me infrastrukturat e tij publike. Dhe po, siç edhe e kam thënë aso kohe, kur shumë kush u tall me fjalët e mia, të kalonim nga një grup i shteteve me mbrojtje të dobët në grupin e shteteve me mbrojtje shembullore. Lajmi sotëm kurorëzon një vizion ambicioz dhe një punë të jashtëzakonshme me një sukses historik, ndërkohë sulmet e regjimit kriminal të Teheranit dhe jo vetëm nuk kanë rreshtur asnjë ditë, por nuk keni dëgjuar më gjë për to sepse kanë dështuar me sukses çdo ditë. Regjimi i Teheranit deshit na tregonte sa të dobët ishim, në fakt na detyroi të bëhemi fuqia që jemi sot në mbrojtjen e Shqipërisë digjitale. Nga shenjesa një prej sulmeve kibernetike më të rënda ndaj një vendi në NATO, sot Shqipëria është në avangardën botërore të zhvillimit kapaciteteve kombëtare të sigurisë kibernetike. Si gjetjen përgjigja më e mirë ndaj atij që kërkon të gjunjëzojë është thjesht të ngrihesh më lart se ç'ke qenë ndonjëherë dhe ne treguam edhe një herë se dim ta bëjmë këtë sa herë dikujt i shkon mendja të na ul poshtë. Puna vazhdon me këmbgulje, sepse në botën e re të teknologjisë i pari sot mund të mbetet i fundit nesër, ndërkohë që muri i mbrojtës duhet të shtrihet kudo, edhe në sektorin privat.